Pas një seance maraton, gjykata e Elbasanit I ka cilësuar si të palishme arrestimet e operacionit metalurgjiku që vuri në pranga 16 persona, kryesisht shtetas të huaj, pasi sipas hetimeve paraprake, ata kishin ushtruar aktivitet të palishëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferrokromit, duke shkaktuar ndotje mjedisore. Vendimi I gjyqtarit Eliz Dina shkaktoi përplasje pasi prokurori I çështjes Kreshnik Ayazi paralajmëroi se ai do të apelojë vendimin sapo të zbardhet zyrtarisht. Prokurori Ayazi kishte kërkuar caktimin e masës së sigurimit detyrim paraqitje për 15 prej të ndaluarve dhe për një prej tyre detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë vendit. Gjykata në përfundim I shpalli të palishme ndalimet në flagrancë për të 16 personat, por nga ana tjetër pranoi të lëra ata në detyrim paraqitje. Argumenti dhënë nga gjyqtari ishte se raporti I Inspektoriatit Mjedisor që mbulon zonën e Elbasanit dhe Beratit tregon që nuk ka patur ndotje të shkallës së lartë. Avokatët nga ana e tyre I quajtën të manipuluara pamjet filmike të shpërndara zyrtarisht nga policia, duke thënë se ato nuk I përkisnin subjekteve të akuzuara, sepse ata operojnë si ferrokrom, jo në pjesën e riciklimit të baterive, siç thuhej në njoftimin e policisë. E megjithatë, sipas prokurorit, personat janë arrestuar në flagrancë dhe hetimet do të vijojnë pasi çështja paraqitet komplekse. Ai nuk përjashtoi mundësinë që nëse gjatë hetimeve provohet plotësisht ndotja të kërkohen masa sigurimi më të rënda ndaj personave të proceduar.